Po, sa mirë kur ndëgjojmë fjallë të tilla, sigurisht edhe ata lumturohen kur ndëgjojmë fjallë e tilla prej një reje që edhe ata mundohen të janë gjithmonë afër, të respektojnë dhe të duan. Para se me folë edhe për ta dhe për gjithçka tjetër, fillimisht të më trego për lidhjen tënde, qysh nisi gjithçka, takimet e para dhe shumë çka tjetër. Po, lidhja ime me Platorin ka nisur shumë lezetshëm edhe shumë interesant, edhe kemi pasur një shoqëri, pra kështu her pas here flisnim, ishim shok fillimisht, njihemi tash 7 vite, po nuk kemi pasur ndonjë lloj takimi që të kthehet në diçka më shumë se shoqëri, ishin ato vetëm shoqërore mes meje dhe Platorit, edhe kur u takuam vetëm ne të dy për herë të parë në breg të diellit aty ku edhe tash jetojmë, ishte shumë takim i lezetshëm edhe nga i takim e mbaj mend veten duke dashur ta shoh çdo ditë më shumë. Edhe çdo ditë më shumë kërkoja qëndroja me të kaloja kohë me të. Edhe kështu pra gradualisht krijuam një lidhje që u bë shumë e fuqishme shumë shpejt. Edhe mendoj që ajo energjia dhe ai flakadani, fillestar, kështu që keshim që të dy është akoma. Po, si kanë qenë fillimet? Ke pas këtë stresin edhe ndoshta pikpyetjet e tua të e pas parasysh që Platori vjen nga një familje e njohur, edhe vetë ka qenë i njohur që fëmijë, kështu që automatikisht e ke ditë çka të pret ndoshta në të ardhmen edhe ty. Ke pas pikpyetje në këtë aspekt apo je kon çdo herë okej, një shpirt artisti brenda që ke dashur me shfaq edhe ti edhe me qenë edhe ti në publik? Nuk është se e kam menduar shumë të them të drejtën, madje këtë pjesën e vëmendjes nuk e kam menduar gati hiç, edhe pse gjithmonë miki e dinte që do të ndodhte kjo vëmendje dhe e kam thënë që më ka përgatitur shumë mirë, ajo. Më ka treguar se çfarë mund të më ndodhë në këtë pjesën e komenteve, angazhimeve, çfarë mund të më thrasin në për televizion që të flas, se tash jam fejue, mund të bëhem një figurë publike, pra gjithmonë këto pjesët se çfarë realisht edhe kanë ndodhur, kam qenë e përgatitur shumë nga mike, ku gjithmonë më fliste dhe më thoshte do të kesh këtë, do të kesh këtë sfidë, do të bësh këtë, por gjithmonë ja dola dhe falë saj, po duke u bërë edhe një kombinim i mirë me këtë karakterin tim që mundohem t'i marrë gjërat me pozitivitet, u bë shumë bukur dhe shumë mirë dhe te i kalova edhe këtë pjesë. Po, që nga fejesa kur e mori vëmendjen e gjithëve, që u bë shumë e madhe dhe u komentua shumë edhe u po edhe në për media, që nga atëherë ka nisë gjithçka, po? Me media të shfjala. Po, ne munduam me mbajt goxha fshat fejesën, po nuk ja dolëm dot, madje deri në momentin e fundit, kështu morëm një telefonat që gjithë mediat janë tek vendi ku do të bëj fejesa, edhe nuk mendova që do ta kem stresuse, po jo, e kam shijuar maksimum atë pjesën, e më pas në vazhdimsi shkruanin, komentonin, ndoshta edhe pak të zhgënjur që nuk dilja në për intervista, po gjithmonë e kam marrë ato anën e mirë që normalisht atë çfarë ata mendonin dhe e shehin përmes rrjeteve të mia sociale, atë edhe e shpranin në për tituj të ndryshëm.